Thirrje. Drejtuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë Zotit Bamir Topi, Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Zotit Sali Berisha, Kryetaris së Kuvendit Popullor Zonjës Josefina Topalli, Presidentit të Republikës së Kosovës në detyrë Zotit Jakub Krasniqi, Kryeministrit në detyrë të Republikës së Kosovës Zotit Hashim Thaçi, Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Akademisë së Shkencave të Republikës së Kosovës, në konsiderat dhe respekt të lartë për punën dhe kontributin tuaj fisnik në shërbim të dheut dhe popullit ton shqiptar. Të nderuar zotrinj, ne ju drejtojmë në emër të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, i cili prej 11 vitesh transmeton programe në gjuhën shqipe për të gjithë bashkëdhetarët në Amerikë dhe me gjërë. Më datën 6 prill të këtij viti do të kremtohet 100 vjetori i kryengritjes së Malësisë së Madhe, udhëhequr nga prisi popullor i Malësisë heroi kombëtar Det Xholuli. Një ngjarje kjo me rëndësi në historinë kombëtare për të cilën mendojmë se nuk është ndriçuar sa duhet nga historiografia shqiptare për t'i dhënë vendin e dur në panteonin e historisë sonë. Kjo ngjarje i bëri me dije pushtuesit shekullor dhe botës mbar se shqiptarët nuk durojnë më robëri. Kryengritja e Malësisë e vitit 1911 i paraprill dhe paralajmëroi shpalljen e pavarësisë dhe krijimin e shtetit shqiptar më 1912 në Vlorë. Në vitet 2009-2011, një ekip i televizionit ton ishte në Malësi dhe eksploroi këtë treft të panjohur sa duhet, duke bërë disa emisione në të cilat pasqyrohen vlerat historike, patriotike dhe njerëzore, së bashku me bukurinë natyrore e turistike të kësaj treve. Në këtë eksplorim, vëmrej se vlerat historike, të cilat nuk i mungojnë kësaj zone, nuk janë pasqyruar në ndonjë institucion muzeal të organizuar, madje edhe në teren nuk ishte asnjë shenjë në vendin ku ishin zhvilluar këto ngjarje. Ekipi televizionit ton filmoi në majën e Deçiçit në Bratil, tek shtëpia e Det Xholulit, në Greç në vendet e tjera historike, dhe me keqardhje na duhet themi se këto vende të rëndësishme për historinë e popullit shqiptar ishin në gjendje të vajtueshme, pas një shenjë apo pllak përkujtimore. Prandaj, nisur nga këto konstatime dhe duke ndjerë një brengosje të thellë për këtë gjendje, në kuadër të 100 vjetorit të kryengritjes së Malësisë së Madhe, po ju drejtojmë këtë thirrje. Thirrje. Me rastin e 100 vjetorit të kryengritjes së Malësisë së Madhe si dhe në kuadër të rishqyrtimit e rishkruarjes së historisë, institucionet përkatëse shkencore nga Shqipëria, Kosova, Malësia t'i kushtojnë më shumë rëndësi të ulumtojnë në arkiva dhe të saktësojnë e pasqyrojnë aspekte të pandriçuara deri tani në lidhje me këtë eveniment, për shkak edhe të influencave ideologjike dhe pengesave të skaluarës. 2. Shteti shqiptar dhe institucionet e tij të përpiqen të ndikojnë dhe të ndihmojnë në dokumentimin dhe materializimin konkret të këtyre vlerave kombëtare në Malësi nëpërmjet ngritjes së një muzeu historik krajnor ku të pasqyrohen me fakte dhe dokumenta historia dhe autoktonia e kësaj krajine si pjesë e trungut dhe historisë sonë kombëtare. 3. Në malin e Deçiçit dhe në Bratil të ngrihen përmendore ku të përjetësohet kontributi historik i malësorëve për luftrat dhe gjakun e derdhur si dhe ngritjen e flamurit kombëtar të Skënderbeut pas 467 vjetë robërie. 4. Shtëpia muze e Det Xholulit, e rindërtuar kohët e fundit nga bijt malësor, të pajiset me dokumentet dhe materialet e tjera që pasqyrojnë jetën dhe veprimtarinë atdhetare të këtij patriotit të madh që vuri çdo gjë në shërbim të kombit dhe popullit shqiptar. Ju bëjmë thirrje gjithashtu të gjithë faktorëve shqiptar në Malësi, diasporë dhe kudo që ndodhen, që të kontribojnë dhe të përkrajnë moralisht dhe materialisht në realizimin e këtyre kërkesave me rëndësi të madhe për të tashmen dhe të ardhmen e kombit tonë. Shpresojmë se do të gjejmë mirëkuptimin e dur, me konsiderat të lartë, Gani Vila, drejtor i televizionit të shqiptarëve të Amerikës, 17 janar 2011 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.